Ambasada amerikane në Tiranë është rikthyer normalitetit me një paralajmërim të fuqishëm për botën e krimit të organizuar. Ambasada shprehet se institucioni është i gatshëm të rikthehet aktiviteteve pas përfundimit të mbylljes së qeverisë për shkak të fondeve buxhetore. Konkretisht në njoftim ambasada sjell në vëmendje vendosmërinë amerikane për të goditur organizatat e krimit ndërkombëtar. Theksi i ambasadës vjen në një kohë kur qeveria shqiptare akuzohet për lidhje me krimin. Ambasada kujton se para një muaji vizita e drejtorit për çështjet e Europës Perëndimore Qendrore, Mark Fleming, ishte pikërisht për këtë qëllim. Fleming me ardhjen e tij përçoi mesazhin e bashkëpunimit SBA-Shqipërisë si edhe për forcimin e gatishmërisë së NATO-s për goditjen e organizatave kriminale ndërkombëtare. Zyrtari amerikan u takua me kryetarin e Kuvendit Niko Peleshi, ministren e Brendshme Albana Koçiu dhe përfaqësues të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Po ashtu ai është takuar me kreun e SPAK-ut Altin Dumani, prokurorët Vladimir Mara dhe Klodian Braho dhe nëndrejtori i BKH-s Joni Keta. Pas përfundimit të mbylljes së qeverisë për shkak të fondeve buxhetore, jemi gati të vazhdojmë punën tonë normalisht. Në rast se e keni humbur, patëm kënaqësinë të mirëprisni muajin e kaluar drejtorin për çështjet e Europës Perëndimore Qendrore Mark Fleming në Shqipëri. Drejtori Fleming u takua me udhëheqës nga i gjithë spektri politik, si edhe me institucionet të drejtësisë dhe të zbatimit të ligjit, për të theksuar partneritetin e fortë SBA-Shqipëri, për të forcuar gatishmërinë e NATO-s dhe për të goditur organizatat kriminale ndërkombëtare, shkruan ambasada në rrjetet sociale. Ambasada e SBA-ve në Tiranë njoftoi më 1 tetor se për shkak të mungesës së një marrëveshje për miratimin e buxhetit federal, aktivitetet e saj në rrjetet sociale do të kufizoheshin ndjeshëm. Megjithatë, u njoftua se shërbimet konsullore thelbësore do të vazhdonin të ofroheshin sipas mundësive, përfshirë vizat për tranzit dhe udhëtimet në SBA si edhe shërbimet e pasaportave.